Më i vjetër Velekinca se sa Gjilani, sa qëndron, apo vetëm... Qëndron edhe daton kjo, edhe është shumë e saktë, shumë e vërtet. Sepse Velekinca dhe Anamarava në përgjithësi, po pjesa e Amaravës e Binqës të që kalon, thash që dëshmohet edhe me anë të gjetjeve, edhe në Lashtic, edhe në Pograq, edhe në vendet këto që janë afër Velekincës, dëshmohet që ky vend është i frekuentuar ose i banuar shumë herë se sa qendra për qyteti Gjilanit. Prof, një emrim i rrugës, dikon aty te xhamia, më duket që e pash lidhja e Lekës. A janë vetëm gojdhëna apo Lek Dugaxhini i karon këtë pjesë? So mundesh me pas një ori? Historia e Velekincës që lidhet edhe me Lekën e Madh, ju ndoshta edhe e keni vrejtë edhe e keni pas që këtu në Velekincë është një traditë familjare që nga shekulli 15, domethënë kur e kemi edhe vendosin administratës osmane në këtë territor, në këtë treva, dëshmohet që Velekinca domethënë ka një traditë asaj strukturës familjare, bazës familjare, mikpritjes, respektit, këngëve, tematikave të ndryshme, domethënë tregimeve, gojdhënave që bartën brez pas brezi. Për këtë arsye, domethënë, qëndrojnë edhe këto hipotezat, themi nuk ka saktësi kur çdo të vërtetë sa i përket kësaj që Leka i Madh është nga Velekinca dhe pastaj prej emrit e tij ka rrjedhë edhe emri Velekincë. Ndoshta për këtë pyetje dashte me dalë edhe më herët kur më bëre me këtë, po s'ka ndonjë lidhje historike që mëjmë me faktu një gjë të tillë. Për këtë arsye të paktën deri tash nuk ka dalë diçka.